dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve duke ju uruar Krishtlindje të bardha besimtarëve të Krishterë në Bashkinë e Lushnjës. Besimtarët katolik të qytetit të Lushnjës kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjeve në kishën e shenjtëve Pjetri e Pali. Ambienti jashtëm i kishës ishte dekoruar me skenën e lindjes së Krishtit në një kasolle barinç mes njerëzve e kafshëve. Meshën e shenjtë të Krishtlindjes e mbajti Dom Gjoni. Populli që eshte në errësirë pa një dritë të madhe për banore që jetonin në rahinën e hirës së detyris. Krishtlindjes është festa e krishtimtarisë së hyjtë. Mendoni mirë, hyj në gjithë udhësinë e vet. Kishte miliardë mundësi për ta shënuar njerëzimin. Mesha tradicionale për festën e lindjes së hyjit nisi me vendosjen e foshnjës në një shportës nën këmbët e altarit të kishës. Besimtarët dëgjuan fjalët e ungjillit dhe u lutun për paqe e begati. Gjithashtu Krishtlindja është celebruar me një meshë të shenjtë të mbajtur këtë mëngjes nga besimtarët ortodoks në kishën e Shën Gjergjit në Lushnjë. Meshën e shenjtë të Krishtlindjes e drejtoi Atë Gori dhe priftërinjtë e tjerë të kësaj kishe. Për dhuruesit të lumtur, ndërtuesit, rindërtuesit, të gjithë ata që kanë për fe e për atë dhe, të tërë etrit dhe vëllezit që kanë duar jetë me shpresë ngjallje dhe jetë të pasosur, i kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij për gjithmonë tani e përherë e në jetë të jetëve. Mesazhi i kësaj feste është bashkimi i familjeve, paqe dhe begati për të gjithë besimtarët. Politika në Lushnjë uron besimtarët ortodoks, katolik dhe ungjillor për festën e Krishtlindjes. Kryetarja e Bashkisë Riselda Sefa e shoqëruar nga dy nënkryetarët Edlira Mezini dhe Maldrita Bardo, gjithashtu dhe nga 3 deputetët e Partisë Socialiste, Elton Korreshi, Kiduina Zaka dhe Asfloral Haxhiu, vizituan kishën katolike të Pjetrit dhe Palit, ku morën pjesë në meshën e mëngjesit drejtuar nga Don Mark Tusha. Më pas, përfaqësuesit e pushtetit vendor vizituan kishën ortodokse Shën Gjergji dhe kishën ungjillore Rruga e Paqes. Mesazhe shprehje, mirësie, paqe dhe dashurie për qytetarët lushnjar u ndan në këtë ditë Krishtlindje. Sot besimtarët e Krishterë festojnë Krishtlindjet. Krishtlindja është dita e cila simbolizon dhe vlerat më të rëndësishme të jetës: familjen, dashurinë, solidaritetin për gjithë ata që ne duhet t'i japim dorën dhe që janë në nevojë, respektin ndaj njëri tjetrit dhe gjithashtu nxit shpresën për një të ardhme më të mirë. Gjej rastin të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës Krishtlindje të bekuara, paqe, dashuri dhe lumturi në familjet tuaja. Gëzuar. Për gjithë besimtarët ortodoks dhe besimtarët katolik, për gjithë familjet e bashkisë që jetojnë në Bashkinë Lushnjë, gëzuar Krishtlindjet. Në mbarësi, paqe dhe lumturi të kenë familjet e tyre. Krishtlindja na kujton lindjen e shpresës, besimit dhe dashurisë, kështu që të vazhdoj kjo dashuri dhe paqe në të gjithë familjet tona. Faleminderit dhe gëzuar. Gjej rastin t'i uroj gëzuar Krishtlindjen të gjithë familjeve shqiptare, katolike dhe ortodokse, por jo vetëm. Paqja dhe bekimi i Zotit mbi zotërofshin në të gjithë familjet tuaja. Gëzuar. I uroj gjithë besimtarëve të Krishterë dhe jo vetëm, gëzuar Krishtlindjet, qofshin sa më të mbara, një shëndet për gjithë qytetarët shqiptar dhe vetëm mbarësi. Falenderojmë zonjën kryetare me pjesëmarrjen e saj dhe i uroj të gjithë krishterëve gëzuar Krishtlindjen edhe të gjithëve gëzuar vitin e ri dhe një vit të mbarë. Gëzuar e përshëndet Krishtlindjen. Krishti sill në familjet tuaja atë begati, atë paqe, atë mirësi që nuk mran kurrë, që lind nga lart, vjen në zemrën tonë, në thellësinë e zemrës sonë, shpirtit tonë dhe na bën pjesëtar të saj të përditshme, duke i tequr të çdo njeri këtë paqe që Krishti na ka dhënë. Urimi është shumë i përbashkët. Gëzuar këtë Krishtlindje, gëzuar e të kemi më shumë harmoni dhe begati të gjithë së bashku, edhe le të kthehemi në besim për të lavdëruar Perëndin, edhe kjo do të sjellë një bashkim edhe një bashkëjetesë të mirëfillt me të gjithë njerëzit.
Besimtarët ortodoks të qytetit të Fierit u bën pjesë e riteve të shenjta me rastin e festës së Krishtlindjes, një ditë e rëndësishme në kalendarin ortodoks. Ceremonit u zhvilluan në kishën e Shëngjergjit, ku përveç besimtarëve morën pjesë dhe figura të politikës vendore. Vizitori i parë që mbërriti në ambientet e katedrales ishte deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi. Tu jemi për të uruar Krishtlindjet të mbara, të gëzuara, fat dhe mbarësi për gjithë shqiptarët kudo që janë, po i veçantë urimi është për besimtarët të krishterë, për Krishtlindjet e tyre, qofshin të gëzuara, qofshin të lumtur, të mbarë dhe të begatë. Më pas vizitat u pasuan nga kryetari i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi, i cili në fjalën e tij uroi besimtarët ortodoks për ditën e tyre të veçantë, si dhe të gjithë qytetarët për festat e fundvitit, duke përcjellë mesazhe paqeje dhe bashkimi. Urimi im shkon për gjithë besimtarët e krishterë, por jo vetëm në fakt, sepse tek ne është traditë që festat fetare përpaj se festojnë nga të gjithë, dhe kjo është një lere e pachmuar e popullit tonë, dhe urimi im do të ishte gëzuar Krishtlindjen, gëzuar për gjithë, qoftë një vit i mbarë. Ne që jemi dhe në prag të festave të fundvitit, dhe aty uroj të gjithë edhe gëzuar vitin e ri, 2026, pafshim sukses, mbarësi, jetë, shëndet gjithë në familjet e tyre. Besimtarët ortodoks përbëjnë një nga komunitetet më të mëdha fetare në qytet, ndërsa bashkëtesa me komunitetet e tjera fetare vijon të jetë shembullore. Këtë frym harmonie dhe tolerance fetare e vlerësoi dhe miftiu i Fierit, Michele Hazizolli, i cili pas vizitës në kishë theksoi rëndësinë e respektit të bashkëtesës ndërfetare në qytet. I urojmë gjithë besimtarëve të festë ortodokse, gëzuar Krishtlindjet, i urojmë festën e tyre dhe mbarësi paqen gjithë shqiptarët kur dhe herë. Shqiptaria është e jona, gjithë secili ka fenë e vet, dhe të gëzojnë ata që e festojnë këtë fe, mbarësi për gjithë shqiptarët. Sa e rëndësishme është toleranca fetare mes komuniteteve? Padyshim ajo është jetike për gjitha fetë që ne jetojmë, jemi njerëz të ndryshëm, fetë të ndryshme, padyshim toleranca është ajo që i lidh gjërat tona të përbashkëta njerëzore. Që dashuria për njëri tjetrin, dashuria për njerëzorën, respektojmë njëri tjetrin për çdo fe që ai beson, gjithë secili ka fenë e vet, ajo është e shenjtë për atë. Ndërkohë mesha e rastit u mbajt nga metropoliti i Fierit dhe Apollonis, hirësia e tij Imzot Nikolla, i cili përcolli mesazhe paqeje dhe dashurie. Bombarduesit strategjik rus të aftë për transportimin e armëve bërthamore kanë kryer një fluturim të planifikuar mbi ujërat neutrale të deteve norvegjeze dhe Barents, njoftoi të njëjtën Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, sipas mediave shtetërore ruse. Sipas deklaratës zyrtare, avionët Tu-95MS realizuan misionin në hapësirën ajrore ndërkombëtare në veri të Skandinavisë dhe në veri perëndim të Rusisë. Gjatë disa segmenteve të fluturimit, bombarduesit me rreze të gjatë veprimi u shoqëruan nga avion luftarak të vendeve të huaja, pa u bërë publik identiteti i shteteve që ndërmorën monitorimin ajror. Autoritetet ruse nuk specifikuan datat e sakta të fluturimeve dhe as vendet që ngritën avion përgjues, por theksuan se këto operacione zhvillohen rregullisht në rajone të ndryshme të botës dhe janë në përputhje me ligjin ndërkombëtar të aviacionit. Njoftimi vjen në një klim të shtuar tensionesh ajrore. Më herët gjatë këtij muaji, Korea e Jugut dhe Japonia reaguan ndaj fluturimeve të avionëve ushtarak rus dhe kinez pranë territoreve të tyre. Sipas Tokios, 2 bombardues rus Tu-95 fluturuan nga deti i Japonisë për të bashkuar me 2 bombardues kinez Hoi-6 në detin e Kinës Lindore, përpara se të kryenin një fluturim të përbashkët rreth territorit japonez. Këto lëvizje janë ndjekur me vëmendje nga vendet e rajonit në sfondin e rritjes së aktiviteteve ushtarake në hapësirat ajrore ndërkombëtare. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.